Në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, koalicioni Vlen ka zhvilluar një takim me forumin e gruas në Gostivar, ku njëkohësisht u bë edhe hapja e shtabit të këtij forumi. Në këtë takim morën pjesë kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit nga Vlen, si dhe bartës i listës për Këshillin Komunal Sebajdin Dauti dhe Bashkim Hasani. Dauti theksoi rëndësinë e votës së gruas, duke u zotuar se do të jenë mbështetësi më i fortë i zërit të saj nëse merr besimin e qytetarëve. Obligimi që e ka marrë, detyrën primare që e ka marrë, besoj se do ta krijë me ndërgjegje me përkushmëri më të madhe, duke filluar nga karriera ime, nga profesionalizmi im, nga përvoja ime dhe duke besuar në vullnetin e juve femrave, vajzave, zonjave, po edhe gjithë qytetarëve të Gostivarit, të cilët gjithë duan një ndryshim i cili veç 8 vjet ne I shohim pasojat e kësaj keq qeverisje, e cila është në Gostivar, duke filluar nga rrugica të prej shtëpie ku dalim në rrugë, ke papastërtia, ke mbeturinat, ke kanalizimi, ke ujësjellsi, do thotë gjëja elementare, bazike, të cilat u takon çdo qytetari. Pa pastaj të dalim te ekonomia, te jeta më e mirë, më dinjitoze, shëndetësia, arsimimi, do thotë shumë gjëra na presin. Por besoj se gjithë së bashku mund ta bëjmë ndryshimin. Ai ndryshim është data 19 dhe bëj thirrje të gjithëve së bashku me gjithë farefisin, familjen, shokët, miqët që qarkeni, të dalim dhe të votojmë ndryshimin. Të votojmë numrin 7, numrin e fitores, dhe unë do të jem gjithmonë me ju dhe në krah tuaj dhe mbrojtja juaj të jem çdo moment. Nga lista prej 23 kandidatëve për këshilltar të Vlenit në Gostivar, 10 janë gra, një përfaqësim që u prezantua gjatë hapjes së shtabit. Bartës i listës Bashkim Hasani u bëri thirrje për mobilizim të plotë në ditën e zgjedhjeve, duke theksuar se vetëm të bashkuar mund të arrijmë ndryshimin dhe fitoren. Kjo punë nuk bëhet pa ju, domethënë bëhet kështu të bashkuar bashkë me forumet e grave, forumet e forumit rinor, antarët, deputetët, funksionarët, edhe besoj që nuk do I kemi atë të lash, se shumë lehtë e keni përcjell edhe telefon, edhe për të kërkuar ftesë, se bëhet fjalë, kërkohet vot për një kandidat I cili në shumë institucione të cilët tash ka kaluar, e ka kryer me përgjegjësi. Edhe nuk është mbaruar në asnjë institucion, po ka dalë I suksesshëm. Andaj e keni shumë kollaj që të trokitni çdo derë edhe të thirrni çdo numër telefoni për mbështetje. Deputetja Imërlie Sali u theksoi se pa përfshirjen e gruas nuk mund flitet për demokraci të vërtet dhe theksoi se gruaja mund bëjë ndryshimin dhe ftoi që më 19 tetor ndryshimi të ndodhë në Gostivar. Jemi mbledh këtu që të tregojmë forcë, të tregojmë unitet, të tregojmë se gratë dinë, se gratë munden, se gratë janë shumë të organizuara, andaj në këto zgjedhje lokale, mbi të tjerat, unë besoj se aktivizimi jonë është shumë I rëndësishëm. Është I rëndësishëm falë asaj që në listën për Këshillin Komunal të Komunës së Gostivarit nga koalicioni Vlen ne I kemi 10 gra të shkëlqyeshme. Unë nuk duhet të zgjatem shumë sonte, sepse secila nga ato ka për të thënë diçka për vete, po ajo çfarë dua të them këtu përpara jush është që të aktivizohemi të gjithë dhe të tregojmë mbështetjen maksimale për këto vajza e zonja, të cilët do të jenë zëri jon, por edhe zëri I ndryshimit për qytetin e Gostivarit. Deputetja tjetër nga Vlen Saranda I merri ndau përvojën e saj si ish këshilltare dhe inkurajoi kandidatët të jenë zëri çdo qytetari të Gostivarit. Vendin tuaj kam qenë në vitin 2013, kur unë kandidova për këshill në komunën e Gostivarit dhe normalisht e fitova mandatin. Dhe ai moment ishte një uvertyr, pra një hyrje për karrierën time të më tutjeshme. Mirë po keni kujdes, se nëse politika ju hyn në gjak edhe nuk mund ta hiqni asnjëherë. Gjatë asaj periudhe, ne kemi bërë shumë punë të mira për qytetin e Gostivarit. Ishim zëri që përfaqësonim qytetarët dhe kemi realizuar projekte të cilat ende sot e kësaj dite pra shihen edhe kanë ngel si projekte kapitale në qytetin ton. Unë vetëm do t'ju kisha inkurajuar, më thënë vazhdoni me këtë energji dhe me këtë vullnet që e keni,
sepse ne do t'ja dalim me 19 tetor, ne do t'a festojmë fitore në Gostivar, dhe gjithashtu edhe një apel për ju që sonte na keni nderuar me prezencën tuaj, pra të punojmë me familje, me farefis, me fqin që i kemi, që mbas 8 viteve ta sjellim ndryshimin në qytetin e Gostivarit. Takimi u mbyll me një mesazh ndërgjegjësimi për luftën kundër kancerit të gjirit në kuadër të muajit tetor, muajit të sensibilizimit ndaj kësaj sëmundjeje.